Imagjino me pa veten apo krimin tënd mes dritave më të shëndritshme të botës, në sheshin më të zhënshëm të globit, edhe ti mundesh me reklamu apo me promovu punën tënde. Për të bërë një reklam në Times Square në New York City, zakonisht duhet kalosh në disa hapa, sepse billboardat apo ekranet menaxhohen nga kompani dhe agjencione ndryshme reklamuese. Në mesin e këtyre kompanive është edhe një agjencion shqiptar. Concept by JC quhet kompania në të cilën menaxhon Jurgen Çobo. Për më shumë se 3 vite, ai merret me reklamimin e billboardëve të ndryshëm. Një promovim i reklamës kushton $300 dhe fotografia apo video shfaqet për 24 herë në ditë. Mirë, po çka po promovojnë shqiptarët më shumë në këto billboarda? Ditëlindjet dhe surprizat mbeten urimet kryesore të shqiptarëve në Times Square. Ndërsa çmimi më i shtrejt për t'u ekspozuar në ekranet promovuese të cilat menaxhohen nga Jurgeni është $150,000. Ka plot influencer dhe kreator të vendit tonë që promovohen në këto ekrane. As ti mos e lër pa e tregu tregimin tënd në qytetin magjik të New Yorkut, i cili nuk flan kurrë.